Janë bërë 35 ditë. 35 ditë që bulevardi përpara kryeministrisë nuk është bosh. 35 ditë që qytetarë nga Tirana, rrethet dhe diaspora dalin në shesh pa flamoj partie, pa autobus të organizuar dhe pa urdhra politik. Vetëm me një kërkesë të përbashkët, ndryshim. Në 35 vite pluralizëm, Shqipëria ka parë protesta të mëdha, revolta, greva urie dhe tubime masive. Por rrallë herë në Moskur një protestë ka zgjatur kaq gjatë me iniciativën e vet qytetarëve. Pikërisht këtu qëndron forca e saj, ajo që nisi si një reagim kundër projektit në Zvërnec. Shumë shpejt u kthye në një revolt kundër mënyrës se si është qeverisur vendi. Në shesh nuk dëgjohen vetëm thirrje tramaik, por edhe Rama në burg, Berisha në burg. Ky është ndoshta mesazhi më i fortë i kësaj proteste. Zemrimi nuk drejtohet më vetëm ndaj një qeverie, por ndaj një klase politike që shumë qytetarë konsiderojnë përgjegjëse për gjendjen e vendit. Gjatë këtyre 35 ditëve, qeveria provoi pothuajse çdo strategji. Fillimisht e injoroi protestën, më pas u përpoq ta minimizonte. Më vonë nisi sulmet personale ndaj protestuesve, akuzat, linçimin publik, etiketimet dhe përpjekjet për ta paraqitur si një lëvizje të manipuluar. Kur kjo nuk funksionoi, erdhën përplasjet me policinë, arrestimet dhe tensionet. Megjithatë, dita e 35 dha një përgjigje të qartë. Bulevardi ishte më i mbushur se kurrë. Kjo tregon se zemrimi nuk është zbehur, përkundrazi, ai vazhdon të jetë aty. Por protesta nuk është një mesazh vetëm për Edi Ramën. Ajo është një sinjal po aq i fortë edhe për opozitën tradicionale. Për vite me radhë, Sali Berisha ka organizuar protesta të shumta kundër qeverive socialiste. Megjithatë, asnjë prej tyre nuk arriti të krijojë një lëvizje të përditshme, që të zgjas mbi një muaj dhe të mobilizojë qytetar pa një organizim klasik partijak. Kjo tregon se problemi nuk është mungesa e pakënaqësisë. Njerëzit janë aty, ata kanë dalë në shesh, por një pjesë e tyre nuk e gjejnë veten te politika tradicionale. Në këtë kuptim, protesta është edhe një kritik ndaj opozitës, që nuk ka arritur të kanalizojë këtë pakënaqësi dhe të frymëzojë qytetarët. Në fund, ndoshta ky është ndryshimi më i madh që ka sjellë kjo lëvizje. Për herë të parë pas shumë vitesh në bulevard, nuk sfidohet vetëm një qeveri. Sfidohet një mënyrë të bërit politik. Sfidohet ideja se pushteti dhe opozita janë dy anë të së njëjtës medalje. Dhe pikërisht për këtë arsye, pavarësisht se si do të përfundojë kjo protestë, një gjë duket se ka ndodhur tashmë. Këta të rinjë të reja treguan se shqiptarët mund të ngrihen duke kthyer shpresën tek të gjithë ne.